Leonidat, përshëndes, çfarë është kjo iniciativë e Bashkisë së Durrësit dhe cili është synimi? Përshëndetje, Kasandra, në fakt prej disa ditësh Bashkia e Durrësit ka nisur të vënë në zbatim ligjin për administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesat e qytetit bregdetar. Prej disa ditësh u bërë thirrje të gjithë qytetarëve durrësake të marrin masa për të zgjedhur administratorët e pallateve, pasi bashkëtesa në qytetin e Durrësit, sidomos në pallatet e reja, pasi pallatet e vjetra nuk është se kanë shumë probleme përveç se fasadës jashtme dhe terracës së tij, ku duhet organizohen banorët për të zgjidhur një problem i cili shfaqet në këto objekte, por më tepër ju përket pallateve të reja, pallateve gjigante të cilat janë ndërtuar përgjatë të viteve të fundit në qytetin e Durrësit, të cilët nuk kanë një administrator të mirëfillt dhe për këtë arsye në shumë raste ka patur jo vetëm konflikte, por edhe moszgjidhje të problematikave të cilat janë për sa i përket bashkëpronësisë, sepse nuk gjen një zgjidhje këta qytetarë të cilët bashkëtojnë me njëri tjetrin në këto apartamente të mëdha. Për këtë arsye, Bashkia e Durrësit, që thamë pak më parë, u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të marrin masa konkrete për të vënë në zbatim këtë ligj, i cili do të zgjidhte në një farë mënyrë problemet të cilat shfaqen në këto ndërtesa në qytetin e Durrësit dhe fillimisht do të zgjidhet asambleja e pallateve dhe më pas kryesia do të jetë ajo që do të zgjedhin administratorin i cili do të varet drejt për të drejti nga Bashkia e Durrësit. Për më tepër, unë kam marrë në një intervistë Daniela Murata, përgjegjëse në sektorin e bashkëpronësisë pranë Bashkisë së qytetit të Durrësit, e ndjekim atë se si e shpjegon me detaje se çfarë do ndodhi tashmë edhe në vazhdim për të vënë në zbatim të ligjit i cili është i domosdoshëm në qytetin e Durrësit. Po, ndjek. Momentalisht interesi vazhdon të jetë i pakët. Për këtë arsye kërkojmë edhe një bashkëpunim më të madh me të gjithë banorët që të pikë së pari të ndërgjegjësohen që ky ligj është në interes të tyre, nxit pjesëmarrjen e banorëve në vendimarrje. Gjithashtu, ata mund të drejtohen pranë njësive ku të informohen mbi të gjitha dispozitat ligjore, mbi të gjitha drejtat dhe detyrimet që ata kanë në zbatim të këtij ligji dhe të fillojnë të krijojnë asamblet dhe kryesit, sepse vetëm kështu mund t'i hapet rrugë të gjitha procedurave që ligji përcakton më pas. Si po operon nga Bashkia e Durrës? Bashkia e Durrës po operon nëpërmjet njësive administrative, ku gjithashtu dhe ata kanë ndërmarrë një nismë të gjerë informimi, duke afishuar në çdo pallat të drejtat dhe detyrimet që ligji përcakton për banorët. Mirë, Leonida, ndoqëm kështu edhe intervistën që ke kryer. Faleminderit dhe për raportimin e drejtë për drejtë.